Territori i Kosovës për datën 17 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme duke sjellë motpjesërisht të vranët në të gjithë territori. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja vijon pa ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 17 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -2 deri në 5 gradë Celsius. Podujev -4 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 5 gradë Celsius. Pej 0 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë -2 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 6 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 5 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanik 1 deri në 4 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 6 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 5 gradë Celsius.